Bëni kujdes dozën e motra kur shitni diçka nëpërmjet Kleinanzeigen këtu në Gjermani, pasi që është ulur një mashtrim shumë serioz dhe edhe pja marrin produktin që e keni tu e shit, edhe paret pra nuk po ja vllon siç ju premtojnë. Si është kjo apo si po ndodh kjo? Për shembull, e ke qit me shit një telefon, një tablet, një kompjuter apo një bicikletë. Pyet shkruan dikush dhe ju thot po në rregull është çmimi po m'pëlqen, ti bëj para transfer nëpërmjet PayPal-it, po ta bëj pagesën apo kështu me radhë, edhe po thot në rregull, po ndëgjoj po thot për 10 minuta ka ardhur një shok im apo për gjysmë ore është aty në rrethin, jepja atij ti e shet që paret pra ai ka transferuar. Çka bën? Ti nuk e marr ndonjë dëshmi apo nuk e dhon ndonjë dëshmi që ja ke dhënë produktin, ai pe hop një rast si ankesë edhe po thotë që nuk e kam pranuar produktin. Edhe parat shkojnë, i kthehen atij prap, edhe ta ka marr pra telefonin apo produktin për të cilin bëhet fjalë, kështu që këshilla ime për të gjithë juve, kur do që shitni diçka pra që bëhet pagesa me PayPal apo kështu diçka e ngjashme, mos ja jepni askujt tjetër përveç atij personi që e ka bë pagesën. Edhe kur vjen ai, mundësisht një foto duke ja dhënë produktin, edhe plus bëni një protokoll në nënshkruje që e mor, ne ta jepni në nënshkrim edhe ai. Pra, një nënshkrim me emën mbi emën me krejt. Për ndryshe ju shkojnë edhe parat, edhe ju shkon ai produkt. Kështu që unë e jam ja është më njoftu për çdo send që është diçka serioz që ka të bëj pro me dëmtimin e juaj apo tonin në xhepa e kështu me radhë. E kush na i din mirë, kush na i din, ç'na shkufshëm. Ju të cilët e merrni serioz, shpërndoni këtë video, dërgoni ja dikuj që e dini që mirë dili më shumë me këtë punë me shitje nëpër Kleinanzeigen e kështu me radhë. Unë ju përshëndes gjithë dhe me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.